Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Më në fund një zgjidhje e thjesht, sekreti si të ndaloni urinimin gjatë natës, ja receta. Shumica e njerëzve mbi moshën 60 vjeçare zgjohen një herë ose më shumë gjatë natës për të shkuar në tualet. Edhe pse duket si një problem i thjesht, mungesa e gjumit mund të çojë në probleme të tjera si stresi, nervozizmi ose lodhja, dhe këto mund të kenë ndikime të rëndësishme negative në cilësinë e jetës suaj, citon eksperti sipas Elfit Saj. Ekzistojnë disa shkaqe të mundshme të nokturisë. Tani një grup i shkencëtarëve japonez kanë zbuluar se zvogëlimi i sasive të kripës në dietën e një personi mund të zvogëlojë ndjenjën e tepërt për të shkuar në tualet si gjatë ditës, ashtu edhe kur fle. Një grup studiuesish nga Universiteti Nagasaki, u lequr nga doktor Matsuo Tomorio, ka studiuar marrjen e kripës në një grup rreth 321 burrash dhe gra që kishin një konsum të lartë kripe dhe kishin probleme me gjumin. Njerëzit japonezë kanë tendencën të kenë një konsum më të lartë të kripës. Pacientëve u dha udhëzime dhe mbështetje për të ulur konsumin e kripës. Ata u ndoqën për 12 javë dhe konsumi i kripës u mat në mënyrë biokimike. 223 antarë të grupit ishin në gjendje të zvogëlonin marrjen e tyre të kripës nga 10.7 gram në ditë në 8 gram në ditë. Në këtë grup, frekuenca mesatare e urinës gjatë natës ra nga 2.3 herë në 1.4 herë. Kjo ul edhe nevojën për të shkuar në tualet gjatë natës dhe shkaktoi një përmirësim të dukshëm të cilësisë së jetës së pjesëmarrësve të marrë në pyetësorin sipas ekspertëve. Urinimi gjatë natës mund të kthehej në një problem të vështirë edhe për jetën tuaj të shëndetshme. Nëse keni probleme me urinimin e natës, provoni këto këshilla të urologut për të bërë një gjumë më të mirë. Urinimi natën është një fenomen normal, por frustrues dhe shfaqet më së shumti tek meshkujt e moshuar, por mund të tregojë edhe për probleme serioze shëndetësore. Më shpesh kaku kryesor konsiderohet të jetë prostata, e cila me kalimin e moshës mund të rritet më shumë tek meshkujt dhe të çohen më shumë gjatë natës për të shkuar në tualet për shkak të saj. Një urolog amerikan ka dhënë këshillat se si meshkujt mund të ndalojnë veten nga zgjimi në mes të natës për të shkuar kryesisht edhe në tualet. Miliona meshkuj në botë u prishet gjumi të paktën një herë në natë për të përdorur tualetin, duke vuajtur nga një gjendje që mjekët e quajnë nokturia. Dr. Edward Sheffer nga Universiteti Northwestern në Chicago të Illinoisit ka thënë se ky shqetësim gjatë natës shkaktohet nga zmadhimi i zakonshëm i prostatës që ushtron presjoni mbi fshikëzën e urinës. Por sipas ekspertit, këto janë këshillat më të mira për të evituar zgjimin gjatë natës për të urinuar. Mos pini ujë përpara se të shkoni në shtrat. Urologu thekson se duhet të keni kujdes për sasinë e ujit që pini pak përpara gjumit. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për njerëzit që vuajnë nga nokturia. Nëse arritni marrjen e lëngjeve, do të keni rritje të urinës. Mos pini 2 gota ujë menjëherë para gjumit, këshillon eksperti për Daily Mail. Mos pini alkool përpara se të shkoni në shtrat. Ajo që pini mund të jetë po aq e rëndësishme sa kur e pini, pasi disa pije do të kenë veti natyrale diuretike që do të thotë se do ta bëjnë trupin tuaj të prodhojë më shumë lëngje 2 deri në 4 orë më vonë. Shefer thotë se kafeina është gjithashtu një diuretik natyral dhe do ju bëjë të prodhoni më shumë lëngje me kalimin e kohës. Ai tha madje se u kërkon personave që të shkruajnë se çfarë pinë dhe sa urinojnë më pas. Mbathni çorape të larta deri te gjuri. Dr. Sheffer rekomandon gjithashtu që burrat me ndonjë shenjë të këmbëve të hintura duhet të veshin çorape deri në gjuhë gjatë gjumit. Mbajtja e lëngjeve është gjithashtu një nga arsyet pse shumë njerëz duhet të urinojnë vazhdimisht gjatë natës. Por pse meshkujt me kalimin e moshës kanë probleme me fshikëzën? Pothuajse të gjithë meshkujt në një moment të jetës së tyre do preken nga probleme urinare, pohon Dr. Sheffer. Lidhet me arkitekturën e trupit maskullor në lidhje me traktin urinar dhe ndryshime në organizëm që ndodhin në moshën e meshkujve. Këto janë arsyet kryesore pse ju zgjoheni gjatë natës. Uretra, ose tubi që nxjerr urinën jashtë trupit, kalon drejt për së drejti në mes të prostatës.
por prostata e cila është përgjegjëse për krijimin e një pjese zmadhohet gradualisht tek meshkujt ndërsa plaken. Mjekët nuk janë të sigurt përse ndodh kështu, po thonë se mund të lidhet edhe me luhatje në nivelit të hormoneve. Më pas, prostata e rritur ushtron presion mbi uretër duke detyruar fshikëzën të punojë më shumë për të shtyrë urinën jashtë nga trupi. Kjo nga ana tjetër do të zvogëlojë gjithashtu aftësinë e saj për ta mbajtur urinën dhe rritur rrezikun e urinimit më të shpeshtë, përfshirë edhe natën. Me kalimin e kohës, burrat e moshuar gjithashtu kanë nivele më të ulta të hormonit ADH para gjumit, duke bërë organizmin e tyre të prodhojë më shumë urinë gjatë natës dhe duke rritur frekuencën e urinimit. Në rastet kur nevoja për të urinuar ju nxjerr gjumin, duhet të trajtohet pasi nuk është një shenjë që duhet të injorohet. Madje edhe ngjyra e urinës suaj do të thotë shumë për shëndetin. Rreth 1 në 3 të rritur mbi moshën 30 vjeçare thonë se duhet të ngrihen në mes të natës për të urinuar, dhe kjo rritet me 2/3 e të rriturve mbi moshën 65 vjeçare. Gjendja quhet nokturia dhe ata që vuajnë nga kjo shpesh do të duhet të përdorin tualetin më shumë se një herë në natë. Nuk është vetëm shqetësime se duhet të çlodheni dhe duhet të çoheni nga shtrati. Gjumi i ndërprerë është i lidhur me një rrezik në rritje të diabetit, sistemeve të dobësuara imunitare, sëmundjeve të zemrës, madje edhe disa raste të rënda. Ajo gjithashtu mund të shkaktojë probleme të shëndetit mendor të tilla si ankthi, depresioni dhe psikoza. Profesori i urologjisë, Philip van Kerebruck, po i paralajmëron njerëzit që të shikojnë edhe më thjesht nokturinë për hir të shëndetit të tyre. Ai citon: "Njerëzit mendojnë se ngritja gjatë natës për të shkuar në tualetë është vetëm pjesë e rritjes, por nuk duhet të jetë kështu. Gjumi i dobët mund të dëmtojë seriozisht shëndetin, kështu që njerëzit që po ngrihen disa herë në natë duhet të shkojnë te mjeku i tyre për të parë se çfarë po e shkakton këtë. Lajmi i mirë është se nokturia mund të trajtohet, kështu që ju nuk keni nevojë të vuani në heshtje." Një gjumë natë e ndërprerë mund të ketë ndikime të gjëra në shëndetin fizik dhe atë mendor. Produktiviteti, marrëdhënie dhe suksesi i karrierës mund të ndikojnë gjithashtu. Profesor Kerebruck, redaktori i Qendrës Kërkimore për Nokturinë, tha se mungesa e gjumit mund të ndikojë në të gjitha format e funksioneve mendore, duke bërë shumë më të vështirë të përqendroheni, të kujtosh gjëra dhe të marrësh aftësi ose fakte të reja. Jo vetëm mungesa e gjumit mund të shkaktojë sëmundje, urinimi gjatë natës mund të sjellë gjithashtu edhe një shenjë të tyre. Nokturia mund të shkaktohet nga një mbiprodhim i urinës që mund të jetë simptom për kushtet më serioze. Urinimi i tepërt i quajtur poliuria është kur ju shkarkoni më shumë se 2.5 litra lëng në ditë. Kjo mund të ndodhë sepse jeni duke pirë sasi të tepërta të lëngjeve, ose mund të jetë simptome diçkaje më serioze, siç është diabeti tipi 2. Ajo gjithashtu mund të jetë shenjë e infeksioneve të fshikëzës, gurve të veshkave, dështimit të veshkave dhe prostatës të zgjeruar tek meshkujt. Një person që ka diabetin e tipit 2 ka më shumë sheqer në gjakun e vet. Veshkat reagojnë ndaj kësaj duke nxjerrë atë nga gjaku dhe në urinë, gjë që rezulton në nevojë për të urinuar më shpesh. Një mënyrë e ngjashme, nëse keni probleme me veshkat, siç janë gurët, atëherë ju do të urinoni më shpesh dhe problemi mund të ndryshojë në mënyrën e funksionit të veshkave. Nëse mendoni se urinoni më shumë se ç'është normale dhe filloni të vuani nga dhimbjet e shpinës, atëherë mund të keni humbje peshe, djersitje nate dhe dobësi të këmbëve ose ethe, ju duhet të vizitoni menjëherë mjekun përkatës. Sa më shpejt, aq më mirë do të jetë në të mirë të shëndetit tuaj. Neglizhenca e këtyre problemeve dihet se sjell më shumë vështirësi në jetën tuaj të përditshme. Prandaj, nëse shikoni se gjendja juaj vazhdon edhe përkeqësohet, adresoheni tek mjeku sa më shpejt problemin tuaj, për të evituar kështu çdo problem të mundshëm lidhur me shëndetin e përgjithshëm. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.